Rreth një muaj pasi fitoi lirinë, arrestohet Vladimir Gjuta pasi kishte ushtruar dhunë ndaj të atit. Ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e 19 qershorit, kur Vladimir Gjuta theu masën e sigurisë arrest në shtëpi dhe shkoi në banesën e të atit Ferit Gjuta në Kamës, duke ushtruar dhunë fizike ndaj tij. Gjuta, që prej 22 prillit të këtij viti ka qenë në masën arrest shtëpie për veprën penale të falsifikimit të dokumenteve, vendimi i cili është lëshuar nga gjykata e shkallës së parë në Kukës. Pas arrestimit të Vladimir Gjutës, ndaj të atit Ferit Gjuta është plotësuar kërkesë padia për lëshimin e urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes. Kjo nuk është hera e parë që Gjuta shfaq probleme me familjarët e tij. Burime policore thanë për News 24 se familjarët e Gjutës kanë marrë disa herë në telefon policin dhe janë ankuar për veprimet agresive të tij, por asnjëherë nuk kanë bërë ankesë me shkrim apo denoncim. Mësoj se 36 vjeçari Gjuta kohët e fundit ka shfaqur probleme psikike, për të cilat familja e ka çuar për kontroll në spital disa herë. Vladimir Gjuta u lirua nga burgu i Elbasanit në 24 prill të këtij viti, ku qëndroi për disa muaj si autori dyshuar për vendosjen e drejtorit tek farmacia e Bashkim Tahirit, babai të ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri. Ngjarja e ndodhur në 10 shkurt të vitit 2015. Prokuroria nuk arriti të provonte autorsinë e tij në ngjarje.